institucione. Zotri Shala, çka nëse na çojnë sërish në zgjedhje? Kur që dalim votojmë a për ditë, që keme bo? Jemi mësu tash, me pas 3-4 pas zgjedhje në vit. Unë mendoj që në këto zgjedhje u pa një farloj ndëshkimi nga vetë qytetarë. Nga mungesa pjesëmarrjes. Po, pjesëmarrja shumë, dhe më thonë për 200.000 qytetarë nuk morën pjesë në zgjedhje, që të regën, ata për një arsye nuk kanë marrë pjesë zgjedhje, dhe më thonë e kanë pas që me këto lojna politike vetëm kur gjë nuk përrregullohet jetë aty në vetëm sa po ju vështirësohet. Edhe prandaj unë nëse shkohet prap zgjedhje, unë pres prap një dalje hala më të vogël të qytetarëve në këto zgjedhje dhe nuk besoj që ka me pas ndaj farërisie eventualisht vetëm nëse kemi vendimin që unë besoj që do të jetë vendim lirues në gjykatën nga gjykata speciale, atëherë munden me ndryshu gjanat, munden me ndryshu dinamikat edhe rrjedha politike. Përndryshe në këto rrethana jemi gjitha partitë politike dhe gjithë shoqënia kosovare jemi të shku në bazë një plani të Albin Kurtit, i cili nuk kam të qartë se ku do më na quajë dhe ku e ka qëllimin e final të tij. E qartë, zotri Shala, zotri Osmani, për të mos ju marrë më shumë kohë.